Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahu të zëvëgjel, atë e falënderojmë, për e i ti ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet i atërkojnë a Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokëve të ti dhe krejtë muslimanëve që e ndjekin në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Në vitin e kaluar, kena fol këtu përpara disa gjëra që kanë të bëjnë me kurbanin. Disa gjëra që kanë të bëjnë me kurbanin. Dhe me që jemi në prag të Kurban Bajramit, përsëri na i themi edhe disa gjëra tjera që na kanë mbet pa i thonë atëherë. Që na kanë mbetur pa i thonë atëherë. Po njëherë të rikujtu në start, blest një tru ato që pak një tru për ty në që këna thonë, e pasaj me kalu në ato që ka nuk i kena përmen këtu. Fillimisht na e kena pas përmen tash një vjetë, se çështja e Kurban Bajramit është një prej dispozitave të fesë islame, është një prej suneteve të forta, është një prej suneteve të forta, e që disa dietarë si mëdhhebi Hanefi thanë që bile është obligim therrja e Kurban Bajramit, therrja e kurbanit po ndaj, mëdhhebi Hanefi thanë është obligim. Edhe atë thanë është obligim person për person. E kanë rëndu pak, thanë është person për person. Për shembull, nëse jeni 5 anëtar të familjes, sipas mëdhhebit 5 kurbana do të me therr. Nëse jeni 2 anëtar, 2 kurbana. Nëse jeni 3 kurbana, kështu me radhë. Mi po patëm përmend atëherë që më afërta inshallah është ajo që mjafton një kurban për krejt familjen. Mjafton një kurban për krejt familjen me therr. Allah azza wa jalla na thonë në Kur'an që fasalli li rabbika wanhar. Ti falu për Zotin tënd edhe therr kurban. Falu dhe therr. Pra Allah azza wa jalla na u drejtu me këtë kërkesë në Kur'an që të therrëm kurban. Pastaj Allah përmendi vend tjetër se kur tha قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Tha thuajt jo Muhammed se namazi im, kurbani im dhe nusuk është kurbani dhe ibadetet krejt. Por kurbani, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë krejt për Allahun azza wa jall, i cili s'ka shok. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Me këtë jam urdhëruar, do jam i pari muslimanëve. Kështu na u drejtu Allah azza wa jall, i u drejtu Muhammedit alayhi salatu wasalam, e pastaj na mëti krejt umetit të tij. Që namazi është, po mendoj, kurbani është i rëndësishëm shumë dhe kjo kërkohet ose në mënyrë obligative ose sunet të fortë prej krejt umetit të tij, jo vetëm prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për ta dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur që tregon Abdullah ibn Umair në hadithin që sjell Imam Ahmedi Tirmidhiu me zinxhir të mirë, që tregon për pejgamberin se më tha se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qëndruar në Medinë 10 vite dhe për 10 vite të më radh ka therr kurban. 10 vite të më radh ka therr kurban pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nga që kjo kuptohet rëndësia e kurbanit. Normal ato që atëherë kena pas përmend, më nuk po i kthehemi, vetëm se tash disa çka na kanë ik ose na kanë mbet pa i thonë atëherë. Për e para që e përmendëm se thash, mëdhhebi Hanefi, si shkollë juridike, ka thonë se do të antar e kurban. Por shumica dietarëve thanë, jo, ma afërta thanë nuk është kështu, po mjafton veç një, shumica dietarëve të mëdhhebeve dhe juristëve islam kanë thonë nëse e therr, normal, nëse e therr më shumë se një është më mirë, por nëse e therr një, edhe kjo të mjafton për krejt familjen. Për shkak të hadithit, një prej argumenteve që vjen për Ebu Ayyub al-Ansariut radhiyallahu anhu, se tha se kunna nudahi bishat al-wahid yadhbahu ar-rajulu anhu an ahli bayti. Tha se nën kohën e pejgamberit alayhis salam ishmi që e thershmi një dele ose një dash të vetëm. E therr ke njeriu për veten dhe familjen e tij. Thumma tubahi an-nasu ba'du fasarat mubahat. E pastaj është bon adet kjo normale që mu therr një dash apo dele për krejt familjen. Kjo pra si argument. Edhe argument tjetër
se mjafton një për krejt familjen, por normal, më mirë nëse mundesh me therr më shumë është më mirë. Mjafton një me therr, edhe argument tjetër, hadithi që flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ai kur e therr kurbanin thëjke bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammedin wa ali Muhammed wa min ummati Muhammed, e pasaj e therte. O Zot, pranoje këtë kurban që po e theri prej Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe prej familjes së Muhammedit alayhi salam dhe prej umetit të tij, domethënë ata që s'kan mundur me therr. Nga këto dhe fjalë dhe argumentet të tjera, janë ardhur në konkluz se shumica e mendimtarëve islam, juristëve islam, se mjafton një, domethënë ke dalë prej këtij obligimi. Nëse me si obligim, edhe prej kësaj dispozite fetare, nëse se me si obligim, këj sunetit të fort, mjafton një therrje për krejt familjen. Por tash ti shtohet pyetja, nëse njëri për shembull nuk po don me therr, ose s'po don, ose si ka kushtet, me therr një dele, edhe pse më e mira është me pas mundësinë me therr një deve, fillim. E nëse s'mund me therr një deve, me therr një lup, ose bik. Nëse s'mund, atë një dele, apo dash, apo dhi, apo sjap. Me mu që është të mishku me renditje, është më së mirti. Për këta dhe tha Allahu në Koran, fasalli li rabbike wanhar. Inhar, që është wanhar që përmendi në ajet, i bjen që therr kafshë të mëdha. Mirë po, kur s'janë rendet s'janë, mirë po shtohet pyetja, nëse njëri nashta si ka rendet me therr as një dele taman. A ban për shembull më bo 7 familje, edhe mu bo bashk me therr një lup për 7 familjet. Me gjithë një lup dikun të mirë, edhe 7 familje të bohen bashk, edhe hajde pe therr me qëtë lup. Thënë, pse por kalon të kjo? Thëtë pedina që me therr çdo njëri vetë është mirë, por po dona me therr një për 7 familje, për shkak se kushtet si kena bashk, po më na I ky ibadet s'po kena qef, kështu që po dona më bo 7 familje, ose 7 persona, me blej një deve, ose një lup, edhe me therr. A ban që kjo? Një gjë e tillë, me preashtim të mëdhebit të Maliki, kanë thonë zban, se o kodë bajmë një shpijet veç, ndërsa të tjetë jashtë të mëdhebit Maliki kanë thonë ban. Ban me vepru, dhe normal kjo është sakta, kështu vepruhet në alemin gati, botës islam me krejt, punohet që shtu se ban, nëse s'janë kushtet, e me bo 7 familje mu bo bashk, me blen një deve, ose një lup, ja qëtë ma lirë. Ban mu bo bashk dhe me therr. Argument, hadithi që transmeton Imam Muslimi, që vjen për Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, që thotë se në kohën e pejgamberit selam, në vitin e Hudejbijes, ka rastis që e kemi therr një deve ose një lup për 7 familje, ose për 7 persona. Jena të bu 7 persona, e kena ble një deve, ose një lup edhe kena therr për 7 personat. Pra hadithin këto sjell Imam Muslimi. Ndërsa rivajetin tjetër që vjen për Jabirit gjithashtu, thotë se kur e banëm, kena bo haxh me pejgamberin alayhis salam, e pastaj thot na e therrëm një deve për ose një lup për 7 persona. Pra një gjë e tillë po leja I ka me therr dhe nuk paska në të loshe. Mirë po, nëse shtruhet pyetja, nuk muna mu të bu 7 persona, me ble një lup ose një deve, edhe me therr kurban, një për 7 familjet, s'mujna mu të bu. Po I kena gjetë disa shok, të cilët, ata dhe që kanë therr, për shembull, deven ose delen, por që nashta mishi I deles nuk I pëlqen. I pëlqen mishi I lupës. Po ai me delen që ka kryu atë vetën, nëse ka marrë si obligimin e ka kryu. A ban qaj, me thonë, me në autobu, na e na bo për shembull
një 4 vetë, ose 5. E një 2 qashtu, mu bu bashkë gjithët. Edhe na po hina hisenik me juve, ama na se kena njetë kurban. Na kena vish me hisenik me juve, edhe mja morë ka cupë mish. A ban që kjo, ose edhe ma pak, se një për shumë e koj t'il, ose 2, ose... Se këmi gjithë ashtë 7 familje, 7 antarë për me bo një gjotë t'il. Përgjigja edhe për këto, sikur që ka përmen Al-Kasani në Bada'i al-Sana'i në libër të mëqme, se edhe një gjë e t'il lejohet. Pra lejohet, lejohet që nëse ti ke gjithë një 2, me ty e mot 3, ama ty të vynë një 4 për me ble një lopë me thirë bashkë. Atë të lejohet edhe që ta kotit, nëse se kanë bashkë njëtin për kurban, ju bashkë po heqë, se kanë njëtin për kurban, por e kanë veç për mish, atë lejohet më të bashkan gjitë që ata ty. Lejohet më të bashkan gjitë që ata edhe kurbani është në regull, po nëse e thirë veç lopën është më mirë, e përmenda. Nëse e thirë veç është më mirë, po nëse ju, atër mja bo kështu. Pastaj, unë e pishkutej ka pak tema, me si këmë full dhe herë, më të të shpish ka pak pi përmendi, po me rumbull aksu, për shambull. Cilat janë të kofsh të cilat, dhe qëfar moshe du të kenë, kofshet të cilat therën për kurban. E para dhe më mira për kurban është deveja. Kjo. Pastaj, edhe kjo, nëse këshyr mi vitet, sa vjetë lejohet mi pos deveja, do të mi pos 5 vite e përpjet. Deveja, pa i pos 5 vite përpjet, nuk ban me therë kurban. Nëse i ko 3 vite, zban. Nëse i ko 2, nuk ban. E pora. E dyta është lupa. Lupa, biku, ban mu therë kurban. Edhe kjo është në ndërregje në kategori me njëherë mas devet që vjen në vlerë. E që si a kena? Që si kena. Dhe më thonë është lupa. Po mirë, aj dhe për shumë e ka një lup, i ka 1 vjetë. A ban me therë kurban qatë lup? Përgjigja është nuk ban me therë. Lupa do të mi pos 2 vjetë e përpjetë. Me bo me pos, është 1 vjetë e gjysë, nuk ban me therë kurban. Dhe ban me therë më ngërë me shpo. A mu për kurban nuk ban. Pa i pos 2 e përpjetë. Pa njoni për shamull, nuk i ka kushtet bashkë për lup me therë, por dënë me therë dele, ose dhi. Atë për njësë pipedhisë, është pak ma e prejne. Dënë për shamull me therë dhi. Po dhia i ka për shamull është një, e ka 6 mujë. A ban me therë? Nuk ban. Dhi me therë me 6 mujë. Do të me posë 1 vjetë e përpjetë. Po doshi edhe delja, a ban, doshi edhe delja, këtu sot do të mi pos 1 vjetë, por me bo me ko, delja që zdallohet fërd, nëse i ko 6 mujë e përpjet, po zdallohet prej atyret 1 viqit, atër ban edhe 6 mujë delen, ose doshin, nëse s'kan shumë dalim, në pomje, prej asojt 1 viqit, 1 vjeqar. Po edhe një pytje, a ban me therë për shambull bull, ose bullicë, e këni thotë qëta. Buall ose bullica, ban me therë, përgjigja është ban, kjo hin në kategorinë e lopëve. E pasaj për këtu ishin, shka prej kofshëve dhe sa vjetë mi posë. Se kjo feja jo i ka vequ senet, juve që ka të më teket me therë. Për shambull, një unit i teket du me mon një lepur. Edhe me therë lepurin, si kurban. A i pranohet, si pranohet. Njoni për shambull dënë me morë një pull, ose një shut, në dishka matë madhe rusë, edhe nuk i pranohet, edhe pse ato mund të qesin me shkoqa, ko janë, por nuk i pranohen ata kurbona. Mirë, këthejmi të kurbona që lejot me i therë, a kërkuat në i sen për tyre, në i tipar, prej deles, për shambull, këthejmi të delet nëse ma shumë që ato silmina, edhe të lupa.
A ban për shembull deveja, jo, ose mirë, ose deveja, ose lupa, ose delja, a ban me kon, është shumë super, por veç njonin sy se ka. Për shembull e ka të verbër, ose ju ka qarru, ose e ka të bardh krejt, që vërehet që ajo nuk sheh me atë sy. A ban? Nuk ban. Pra nëse kafsha që ti e therë, qëftë lupa, deveja, delja, dashi këtu, i therë, nuk ban me qenë të verbra. Nëse janë të verbra veç e ke bon therje qashtu, se për ndryshe me ongërmesh, amo aja më të pranu nuk të pranuhet. Tjetër sen, po, për shambull, me kon e smut, me kon për shambull e smut, haji, qa që smut, sa që prej smujes të rëndë, aja has me hes, po mënë. Më i po ti ka prunë dikush e therë me qitu, ato me që kënë kopë si në rëkë që është edhe ta kënë do në bërë, a ban me therë që do, nuk ban as këto me therë. Tjetër, njoni për shambull, për shkak numrit të matë të deleve, ka punë shumë dele, ose numrit më se ka vrejt. Kur që ty morë për mi therë, e shetë që njona dele se ko njonën kom heqë. Pambarësisht atë porën atë të mbromën, se ko heq. Ose e ko, po veç e ko figurativisht për ndryshme me ton s'hecë. Këti heq veç sikon me tri kom. A lejohet me therë që të dele për kurban, përgjigja është nuk lejohet. Veç nëse është naj shkepim i vëgël, që kë shkepimi nuk e ban shumë edhe mu dalu për i tjera me fort, s'ka det, për ndryshe nuk ban kjo. Pastaj, ata që kënë rujt dele, është mirë me rujt dele, më thonë është nderë. Se kam pas mojt diku një ligjerat që pejgamber të Zotit krejt kanë qenë bari një të deleve në fillim. Edhe vetë Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam, ka qenë bari i deleve në fillim, e pastaj e ka lanë këtë punë. Shmi me biznes edhe pastaj ka zdi shpallja. Por nëse shtrohet pyetja, njani për shembull i ka rujt delet, edhe delja e ti i ka shku me një detelin. Edhe këta gjitë e dinë që ku të hashëm detelin e e fëryjet. Me sminet në shta gotë aja pelcet ose ngurd. Mi po tashti kë personi që dënë me therë delen, po i ka qilu një detelin. Tashti ka nërë ati 100 dele, a 200, edhe tashti ajo delja është ushqyn qatë detelinën e tina. Kur këtë orani, kur është të këshyty për cilës, kur preshe njona është mbush, është bok shtët, po dënë me ngurd. Mi po thetë, se s'ka gole se e ruj pak para se me ngurd, edhe e theri kurban, e s'mire dhesh. Unë e të gjallë e zuna. Kjo si gjallë që e zuna, a pranohet si kurban? Nuk pranohet as kjo si kurban. Për me hongër mesh, ban. Për shembull nëse ke ju rastis në kujt, për shembull ka në lup ose dele ose kështu, e ju ka mush, ajo është gjallë, e therr, për me ngronë mish lejohet, mish është halal. Se o mishi ngordhësirës është haram. Ai kjo është e gjallë hale. Amu për kurban po flas. Për kurban që kjo nuk ban me ngronë. Doshi u duke me konë 1 vjet, po bajke me konë edhe 6 muj e përpjet nëse s'dallohet prej asoj 1 vjeqit. Na kanë me të disa gjëra, që na duhet pak me i thonë edhe për kafshën, se çka kërkohet prej sajna, qysh me konë, mës me konë, edhe këtu inshallah i flasmi në javën e ardhshme, nëse jemi gjallë është nërë dhe Zoti na ka dhënë ymër, e lusmi Allah të na fort na mëshiron, e lusmi Allah azza wa jall me pejgamberet në xhenet të na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.